3, 2, 1. Jepi. Apo t'ja Përshëndetje. Faleminderit kolegma dhe radhën të parit sot. Po së ndru bluzën. Përsëri është episod tjetër, jemi në një ditë tjetër. Okej. Dhe do vazhdojmë sot një bisedë shumë të këndshme. Jemi në fakt në një rreth mjekësh, që ka të bëjë me klinika, po nuk kemi për të trembur sot nga këto gjëra. Do flasim për bukurinë, për ndërhyrjet estetike, për transformimin që e bëjnë njeriu të hundën time, patjetër, që kur dua të ndryshoj karakterin, do ndryshoj të hundën. Okej. Po pra me ndërhyrje që e bëjnë njeriu të ndihet mirë, të ndihet bukur, të ndihet plot vetbesim. Unë e kuptoj që ti mendon duke ndërthurur këtë gjë gjithmonë me sportin. Me sportin. Ne nuk dalim dot nga sporti. Eva, përshëndetje, Aris, përshëndetje. Më vonë do t'ju prezantojmë edhe më thellë, në fillim jemi në sipërfaqe. Okej, vini me drejt mendojnë që ne janë 7 milion njerëz që po na shohin, për momentin janë shumë më pak, kështu që të riprezentohemi, ne jemi në rooftop. Po jetojmë më që se di po. Jo, është vërtet gjë. Njerëzit mendojnë që të gjithë e dinë se çfarë bëjnë, po 90% nuk e dinë. Ne jemi në rooftop, është një iniciativë interesante, jemi në Tazh, një marrë nga Vini, që është administratori i hoteletërit ku ne bëjmë këtë gjë fantastike. Ky rooftop është shumë i bukur dhe bashkë me ne në këtë ortakërinë tonë të madhe, por modeste, është edhe Ledi. Ledi është regjizor i Çanit, Ledi të lutem, por Ledi përveç se është regjizor dhe nuk do të dali me figura asnjëherë, është edhe real estate person. Domethënë ka një biznes të tillë në real estate dhe është shumë i integruar në këtë fushë. Dhe sot, siç tha dhe Vini, ne duam të flasim pak për bukurinë estetike apo jo? Patjetër. Epoka e meshkujve. Dhe mbi të gjitha, po epoka e meshkujve që dëgjojnë gratë. Gruaja ime për shembull nga episodet e kaluara më ka bërë kritikë, jeni shumë mashkullor, më ka thënë në episodet e kaluara, kështu që sot po ndryshoj. Okej. Bashkë me ne është Ardisa Ziqir, Aris. Doktoresh Aris. Doktoresh Aris. Po. Aris ti ke një biznes në lidhje me estetikën, pra, le ta themi kështu. Po, unë kam klinikën time prej 6 vitesh, që quhet Aris Medical Clinic. Okej. Kam 11 vite punë eksperiencë në fushën e mjekësisë estetike, duke qenë se edhe kur kam qenë studente ku kam studiuar jashtë Shqipërisë, kam qenë në rrethin e asistentes kirurgjisë plastike. Kështu që aty jam prezantuar për herë të parë dhe me dermatologjinë estetike dhe më pas ka vazhduar me specialitetin dhe deri në përfundimin dhe kryerjen e punës që bëj sot. Okej. Kemi dhe Evën, Eva përshëndetje, Eva Kuka apo jo? Eva Kuka. Eva je koordinatore përgjithshme e Lavender Hair Transplant, po jo vetëm kaq, që bëni dhe ofroni shërbime të tjera. Shërbime të tjera nga mini-invazive deri kirurgjikale. Unë jam koordinatore Hair Transplant që në vitin 2019 në klinikën Lavender, e cila shërben për të gjitha trajtimet për femra, për meshkuj. Unë hera parë pak që kam mësuar për Lavender, ka qenë se Egi Duro. Po, shekin. Egi shokun tim që ka qenë drejtori i Supersportit, Egi i kishën shumë flokët. Edhe na kishën gjithë me faksi Supersport. Ishin gjithë, a kuptoj, Egi Albani. Mendoni shumë. Nuk e di tani arsyen, do të thellohem. Edhe kruani kokën. Kokën kur flasim. Edhe Egi e mori iniciativën e parë për të bërë transplantën e flokëve. Edhe më tha mua, duke qenë se kishin një lloj njohje prej pronarëve etj. Siç do të rëndon pra që me sugjerim. Edhe më tha mua do ikim bëjmë flokët. Ne kishim vite që po mendonim që ti bënim flokët. Po nuk na e mbante, sot të nesër, ndërkohë që vuajtja ishte shumë e madhe, sidomos për ne që dalim në televizor, domethënë, sito që të jetë me besime. Jo, mua nuk mund të besimi fare, po problemi ishte që Gjarmëri. Po, sigurisht. 10 vite më i ri. Po, sigurisht patjetër, dhe unë besoj që po. Madje unë mendoj që dhe unë që prekur. Dhe unë mendoj që era fundit që ka pas kaq shumë flok, mund të qenë diku te 19-20 vjeç, se pastaj filloi rënja dhe ishte e pashmangshme. Dikur ishte gati e paprekshme për të gjithë. Po dhe si gjys turpi, si gjys nuk është më mod, po tani thot me shumë lehtësi kushdo thot që se duhet rri pa flok. E vërtetë. Tani mendoj që është bërë në nevojë. Është në nevojë. Ndjen vërtet edhe pacientët meshkuj e ndjejnë shumë këtë gjë, kanë një vetbesim tek vetja e tyre, ndjehen më mirë me veten. Rinohen 10 vite, më besoj që floku të rinohen 10 vite. Gjysma bukurisë më thonin kur ishin vegjël? Jo, edhe kur më thoshte Egi do shkoj edhe okej, shko ti njëri tha shohim çfarë do ndodhi pastaj. Po shkoj edhe. Shelçi me provë. Egi në fakt ma bëri shumë tragjik procesin e operacionit. Shumë tragjik. Ato janë shumë gjilpëra etj, por në fakt nuk ishte edhe kaq, pastaj shkova bërën e parë, bërën e dytë, ja ku jemi. Dhe Aris, që të fillojmë diskutime, se këto përvojat tona personale, pastaj njerëzit i dinë si dinë. Çfarë ka ndryshuar sot? Çfarë ka ndryshuar?
Meshkujt janë gjithmonë më të kuruar, janë gjithmonë më të pashëm jo, sepse e dini ju femrat, po pse dhe çfarë ka ndryshuar në gjithë këto vite? Mua më pëlqeu të them drejtën, dua ta nis nga fakti që më pëlqeu fakti që e keni quajtur epoka e meshkujve. Dhe do thosha që shqyr që akullaja tu shkrin. Po pra, që erdhi rada meshkujve. Edhe në fillimet e mia, të them drejtën, kur kam nisur anën profesionale, ka pasur pacient meshkuj, por kanë qenë në numër të pakët që normalisht janë detyruar nga gratë, partneret ose shoqet që i kanë sjellë dhe e bënte gjën shumë të rezervuar dhe orët e vona për shembull që vinin vetëm që mos shiheshin nga pjesa tjetër. U vin të turp pra me pak fjalë. Po, u vin të turp. Tani kjo ka ndryshuar pjesa e mendësisë, edhe çfarë bën dhe më të bukur situatën, po flasim për generalitete, nuk po flasim për pjesën specifike apo kujt grupi i përkasin. Në generalitetet përgjithshme, kryej ndërhyrje për shembull si pjesa e pastrimit lëkurës, që i kanë dhënë shumë rëndësi për kujdesit lëkurës, dhe jam shumë e lumtur për këtë pjesë. I kanë dhënë shumë rëndësi. Krem plazh duke la pasur. Si taj, pse ta, do vinë dhe krem plazhi i zënjat, pse ta qaja mund dhe krem plazhi. I kanë dhënë shumë... Shumë maskiliteti që mos vesh krem plazh, po vua gjithë natë. Kanë filluar përdorin dhe kremra, domethënë që edhe kjo është një arritje edhe për te kosit, një arritje edhe një trofe shumë i madh. Edhe për pacientët për shembull të cilët kanë vuajtur më përpara nga aknet apo vuani nga aknet adulte, kjo është rritur si ndërgjegjësim që nuk duhet të rinë se s'bën me puça, me akne. Duhet të kuroheni. Për brezin ton, se unë dhe Vini jemi datëlindja 82-81 dhe kur ishim në 3, ishte, domethënë, unë më mend që nisi me depilimin. Domethënë, revolucioni me depilimin nisi, revolucioni i meshkujve nisi zyrtarisht me depilimin. Domethënë, unë në moshën 22 vjeçare, unë për të parë kam depiluar pjesën e sipërme të trupit, se këmbët ishin ende një kështu një tabu dhe një statuj që duhet ruajtur, por për hir të së vërtetë, leshi me pallon shkurta nuk ka gjë për të shëmtuar, për të parë do të tjetër be. E ma mund që nisi me depilimin, ti refuzoje. Patjetër, unë kam qenë e kundëra për shkak. Unë ndoshta vjen dhe me faza moshe, kur kam qenë adoleshent i vogël, doja kisha një shenjë burrërie, kështu që kam përdorur brisk pa patur nevojë që të hiqja mjekrën që të më dilnin domethënë. Dhe pastaj më mbrapa depilimin jo mua s'm kapi kjo fazë, ty ndoshta po. Me makinë, Dhe më pas filluan dhe gjithë tjerat, po ka pas gjithmonë paragjykime. Për hir të vërtetës. Domethënë kemi jetuar në një realitet ku femrat që rregullonin për shembull këto, si quhen vetullat, apo ku diun, domethënë ka gjithmonë paragjykime derisa sot pastaj janë zbutur apo jo. Po, është e vërtetë. Të paktën në qoftë se mund të bëjmë një percentual të paktën me studimet që unë kam bërë nga fillimet e mia dhe deri më sot, mund të them që nga një përqindje, ku 80% ose 90% ishin femra në pacientët e mi dhe një 10% që mund të ishte meshkuj, tani kemi kaluar 50-50 ose 60-40, domethënë është rritur. Që vinë dhe trajtohen rregullisht. Dhe sidomos është rritur edhe shumë ndërgjegjësimi, duke qenë se janë rritur edhe ndërhyrjet në mbjelljen e flokëve, pjesën e aplikimit për mirëmbajtje, PRP, PRF, vinë kryejnë edhe në klinika mund të shkojnë. Kjo gjë ka ulur pak edhe kostot, sepse rritja e njerëzve apo jo. Për qenë tek flokët, sportisti i parë që ka bërë, që është bërë i famshëm për mbjelljen e flokëve, ka qenë Wayne Rooney. Wayne Rooney ka qenë futbollist anglez, shumë lojtar. Po të shohësh fotografitë e futbollistëve deri para viteve 98-2000 ishte zakonshme që të ishin pa flokë, pa kurrë, domethënë atje dukeshin shumë të mëdhenj, ka ca foto të futbollistëve viteve 80, u duken ja 50 vjeç, 60 vjeç, ata thjesht ishin 25. Dhe Wayne Rooney bëri pari flokët, i bëri disa herë në fakt, sepse ishin ato epokat e para të transplantit. Fillestare. Po jo, kishte edhe një gjë tjetër, ai bëri flokët që në moshën 20 vjeçare, ndërkohë që nuk ishte ndërprerje parakoshme e flokët. Dhe ky është problem, apo jo, do ta bësh mbi 33. Atëherë, faza fillestare varion nga mosha 22, që është faza që fillojnë të bien flokët dhe ka fazën finale 45 vjeç. Gjasa kohë ti mund të jesh kandidat për rënien e flokëve. Dhe në momentin që bëhet transplante në një moshë shumë të vogël, normalisht ti ke nevojë për 1 ose 2 transplante në vitet në vijim. Sepse ty nuk të bien flokët që të janë vendosur, por nuk pjesën tjetër që ke. Patjetër që mund të. Edhe më mend që atëherë bëri një kështu një hon shumë të madh, Wayne Rooney bëri flokët edhe pastaj bëri dhe Antonio Conte. Antonio Conte ka qenë futbollist, po ta shikoni, futbollist tani është trajner, tani Gjermëri se ka qenë lojtar, s'kishte flok fare këtu, dhe ishte i pari që i bëri.
Dhe më thoshte një miku im që i kishte bërë flokët aso kohë me 9.000 euro. 9.000 euro e kishte bërë mbjellje, ka qenë shumë e shtrenjtë. Thoshte që mënyra se si mbjelleshin flokët atëherë ishte shumë e vështirë, të çanin këtë pjesën e kokës, ishte shumë e dhimbshme. E merrnin një pjesë dhe e vendosnin pas. Dhe e vendosnin, nuk bëheshte me këtë sistemi që nuk bëhesh. është sistemi që ke bërë ti. Se ti e ke përjetuar, po më mirë të na thotë Eva. Atëherë, unë mendoj që teknika tani Jo, kanë ju kisha dhe Ka gjë. mua se unë mendoj që unë kishte njerëz. Është vërtet. gjë që ka bërë metodën Fuer Safir, që është me kokë diamanti, është më pak traumatike, por zgjatja është rikuperimi është shumë më i shpejtë, zgjat 2 deri në 5 ditë. Gjë që ka pas një rikuperim shumë të mirë për pjesën postoperatore, ka qenë një pacient, mund të them, shumë i mirë. Është e vërtet. Po, është e vërtet. Se më Të tregoj një eksperiencë në të njëjtën kohë që ka bërë gjë. Ju shkruan për ditë mirëmëngjes janë? Jo, e ka dhënë, po këtë herë s'u bashkë. Dhe të ketë një arsye që mos ta vari Gjergj. Jam dakord. Jam Po, dakord. më duket se nga që ka flokët shumë mirë, nuk kanë nevojë të shkruaj më me mua. Qoftë E kjo. mendoj. Kjo është mendim i. Si Unë në kohën që Mzura ngushtë. Punë mos varjes. era parë që e le pa fjalë. Jo, mua femrat në përgjithësi më lën pa fjalë, por nuk ras pa fjalë fare. Unë në kohën që ka bërë Gjergji transplant quhet? transplant. Për herën e dytë, unë kam qenë në një klinikë tjetër për të bërë një ndërhyrje për të hequr një kërc në humb. Mish në uaj. Nuk kishte mish, quhet kërc, nuk e di, shumë fare, po të them. Levim, Më kërkuan që pse nuk bënte ndërhyrje estetike, po unë si stoik që jam, i thash jo, dua vetëm të heq këtë gjë në dua hundën time dhe e mbajta. Ndërkohë ne shkëmbeni foto, ndërkohë se ishim pikërisht në të njëjtën ditë nga klinika dhe e mbështes pra atë që tha ty, që ka qenë një pacient jo vetëm që nuk e ka ndjerë, domethënë dhimbjen e operacionit, por kishte mendjen nga çmonte neve në grupet na çonte foto. Unë mendoj që gjërat se ju jeni dëshmitarë të përvojave. Gjërat që njeriu i bën me qef dhe për qef janë gjëra që nuk të dhëmbin. Unë për shembull po shkoj te dentisti, uroj që mos ketë drita. Uroj që i vogël, të njëjë shkoj e vogël te dentisti, s'kishte drita dhe më shkriuar kjo gjëja ose të ishte smur. Në mënyrë, kam pasi dentiste shumë një familje, kishim Indiana dhe përshëndesin, kishim një si familjare. Dhe mund kapte të merri sa të shkoja tek Diana, sepse atëherë s'kishte mpirje, i mbushje dhëmbjet pa mpirje, tortur. Dhe një herë po shpresuaj që djala ishte pak pa qef, po pak fare. Djala ishte smur me temperaturë dhe i thash ti më mirë, nuk mendova që do ishte kaq, nuk e kam mallku kaq shumë. Disa kur vi tek rastet e juaja ose te tatuazhi, kam bërë një herë një tatuazh në krah shtator. Nuk më ka dhimbje. Sepse mendoj që gjërat kur i bën për qef nuk të dhimbin. Është e vërtetë kjo për pacientët? Patjetër që po. Se Se ti ku ti ke përgatitur veten, është diçka që ti e do. Dhe normalisht ajo pjesa tjetër s'postohet mendoj, pjesa e dhimbjes, por pjesa e transplantit është ti ke provuar vetë, është pa dhimbje, sepse duke qenë se është manezi. Pa dhimbje vazhdim. Pa mirë. Që ti ke provuar vetë me ne, ke dëgjuar dhe muzikë. Po. Herën e parë më zuri gjumi me gërhima. Jo, ke menduar edhe se si do dukesh më pas. Se këtë mendoj, u them edhe gjithmonë pacientëve. Lavazhi i trurit është ideja që çfarë do bësh, si do bësh më pas. Mendo se sa i bukur do bësh. Herën e parë në fakt e kam shtyrë atë vendimin për jo sot, jo nesër, pa thash bëje se o bëhet në këto gjërat që nuk s'ke për ta bërë më. Por ndërkohë që në Xumi erdhi Xumi? Jo. Ishte Xumi te ju? Jo, tani jo. Si ishte te lavenderi Xumi, kush ishte te lavenderi? Ardi dhe Flori, Floriane. Erdhën aty, te lavenderi. Se Xumi që ka qenë te Big Brother kishte nevojë për atë për flokët. E pastaj që ishim Supersport i bëri dhe Alban Xhani mbrapa nesh. Ndërkohë që dhe futbollistët e kanë bërë. Edhe kur ka nevojë dhe kur s'ka nevojë. Tani po shoh që bëjnë sa kështu sa riprekje të vogla, sa rregullime. Futbollist ka bërë ndërhyrje. Po Sadiku sapo e bëri ndërhyrje. Çfarë ka bërë? Flokët. A ka ndonjë futbollist që na themi që ka bërë ndonjë ndërhyrje tjetër? Ja ta them. Bala ka bërë flokët, mund të ketë bërë nga të parët, Bekimi. Po Bekimi duhet të ketë bërë në Turqi. Ka qenë një periudhë që luante në Rusi dhe shkoi bëri në Turqi. Gjerdan Shaqiri për shkakun që lu me Zvicrën i bëri dhe Gjerdani nuk u zbulua, i bëri në një klinikë super specializuar, më duket me një sistem që pa i hequr flokët e veta. Dhe rekuperimin duhet ta kishte kaq shumë të shpejtë se duhet luante ndeshje. Dhe kapi vetëm Dësani, pasi pa ndryshimin i dolën të shpejt në fakt. Si shpjegohet apo varet nga Atëherë varet, se është individuale pjesa transplantit. Dhe kur i dolën flokët e reja, i kishim kapur një foto të Dësani dhe i thonin kjo është arsyeja që ky lojtari ka 4 javë që nuk gjuan topin me kokë. Nuk e gjuan. Që u zbulua Cesc, Fabregas, Pete Sampras kanë mbjell flokët. Tani është bërë masë, tani sportistët shkojnë i fusin një mbjellje të shpejtë si thon edhe si puna me nis kur të gjurin.
në kombëtaren ton kush nuk e di ai ka bërë iglitari flokët apo jo. Kam parë ca foto të iglit ose i ka zgjatur, ai thotë që ka punuar me këtë sistemin me sheringa. Si është ky sistem me sheringa? Atëherë që është mund të jetë egzozome ose PRP. Po. Thjesht për bërë mirëmbajtjen e flokëve. Për stimulimin e bulbit. Pastaj që janë qeliza staminale. Ismaili që luan sot me kombëtare, ndërkohë që Mario Mitaj për shembull ka nevojë absolute me, fiton 3 milionë euro në vit shkopi flokët. Pse është kjo nevoja, pyesim pak zonjat. Pse është kjo nevoja për të bërë ndërhyrje te sportistët? Po ndoshta nga që janë figura publike, edhe duke u nisur edhe pak dhe nga imazhet e futbollit ndërkombëtar, domethënë Cristiano Ronaldo, që ndoshta ka dalë edhe kjo shprehje që ti nuk je i shumtuar, thjesht je i varfër. Po, është vërtet, pasere. Dhe për mos të bërë pjesë e këtij grupi, normalisht për të rritur ndoshta edhe vetbesimin ka ardhur dhe nevoja për të bërë këtë ndërhyrje. Që ju keni Ai bën gjergj kjo, të ndihen më të rinj, dhe duke ndier më të rinj, Më të dëshiruar, zgjasin do të kontratat me klubet, me gjërat apo s'ka lidhje? Jo, ka lidhje me përvojën time më të personale. dëshiruar, po. Unë mund të tregoj përvojën time personale. Unë nga momenti që bëra flokët, deri janë një vit e gjysmë, po themi kështu, unë kam isha single në atë periudhë. Dhe unë kam qenë single dhe më parë, do të thënë periudha të ndësime, dhe mund ta kuptoja shumë lehtë ndryshimin midis qasjes. S'ka problem, ne na çuna përdorim më shumë fjalën, e ke parasysh veprimet, gjestet etj. Po dhe i praktikar para ka të bëj. Prandaj na bien dhe flokët fundjes. Edhe kjo mund të qëndroj. Po ti nuk je ky rast, ti je martuar që i vogël edhe s'ke pas nevojë të. Unë dhe 2 vjet rrezik kam, sa kuptoj. Jo, duket Sa të shkoj 45. Unë do të thosha që ke një martesë lumtur përderisa s'ka. Ajo pa diskutim. Unë ja ça. Nëse, unë s'kam pas martesa shumë të lumtura në të shkuarën. Tashti, ideja është që unë e shikoja realisht për të qenë konkret, unë e shikoja realisht ndryshimin sepse në të shkuar në flirtet e kontaktet e para që kisha, 199% më vlerësonin për kapacitetin intelektual, për muhabetin, ose nuk më vlerësonin, ose për këtë gjë, pra kundër kësaj gjëje dhe pamjen e linin në një moment të dytë. Fillova të shikoja që më shikonin edhe nga pamja. A kupton, sepse flokët vinë pastaj me mjekër, me modelin, me gjërat, me të gjitha dhe se ndonjëherë harroja që kisha bërë flokët pra. Ke parasysh domethënë dhe kisha gjithmonë këtë ide që pa floka dhe këtë kështu. Dhe për hir të së vërtetës shikoja që edhe mosha që flirtoja, për shembull nëse unë jam 42-43, flirtoja për shembull mosh 34, 30, 30, shkoj deri te 27, 26, Kjo këto janë statistika thjesht vetë kënaqësie, se këto janë flirte kote, domethënë. Edhe stilin e veshjet, e jetesës të ndihmon. Të ndryshon komplet. Edhe në televizor të ndihmon shumë. Kur del në televizor të ndihmon shumë paraqitja, flokët etj. Është e pashmangshme. Pra ishte nevoja për të qenë i dëshiruar. Jo, nuk e kam pas këtë nevojë. Vini që më që i vogël nuk kam nevojë. Ndoshta ishte edhe në subkonsciencën tënde edhe. Jo, për zotin, realisht nuk mendoj, kam pas këtë nevojë kështu. Jo, nuk kam. Si ta ndjek ty? Si e vjen. Domethënë nuk më ka munguar ky aspekti. Po njeriu mendoj që ka nevojë të përmirësohet. Pse jo? Domethënë ka gjithmonë kjo gjëja pse jo? Domethënë dhe po, në subkonsciencë flokët i kisha fiksim. Fund ditës besoj që flokët janë gjë më nga asetet më të mira që kemi kur dalim në publik. Po pse ka ndryshuar ky raport i çmimeve? Të bëje flokët para 10 vitësh është shumë shtrenjtë. Sepse tani kanë filluar, janë bërë dhe metodat ndryshe. Tani janë hapur edhe më shumë. Tani njerëzit janë të vetëdijshëm se çfarë duan, kërkesat janë shumë të larta. Është kërkesa. Janë rritur kërkesat patjetër që po. Në klinikën Lavender, un kam 6 vite që operoj në pjesën e transplantës së flokëve dhe ne fillojmë nga 1.500 euro si paketë. Po, është 1.500 është paketa e parë. Është paketa bazike. Bazike. Po, e cila këtu janë ilaçe, medikamentet postoperatore, është pjesa anestezisë lokale që kryhet gjatë ndërhyrjes, analiza paraoperatore. Japin edhe për të ngrënë drek. Patjetër. Çfarë do ti? Sup, fileta bule. Vetëm brumra jo. Me bazë peshku apo mish? Çfarë buk ta bësh, çfarë dush vetëm hap gojën. Kurse kemi edhe paketën premium pastaj që janë shërbimet ekstra që janë egzozomet, pirapit, lazeri. Po e shpreha që thonë që domethënë nuk ke nevojë të shkosh Turqi se vjen Turqia këtu është e vërtetë. Po, është e vërtetë. Sepse cilësinë e kanë maksimale. Po, unë realisht gjë e kam diskutuar dhe me miqtë e mi. Fationi për shembull që është CEO i Futuromit, ka bërë flokët për shkoj bërin në Turqi. Okej. Edhe diskutonim, ndjente që duhet shkonte ti bën ta. Dhe mirë bëri funditës se
Dhe në gjithë diskutimet që bënim ishte që diferenca thoshte është vetëm tek ti rria tjetër ditë pra. Hoteleria, hospitalizimi. Për pacientët që janë jashtë. E di, edhe ne që ofrojmë, po këtu vin turqit tash dhe nuk është shumë e nevojshme me shku më jashtë. Tani mbaron të rryen shkon në shtëpi. Po, shkon në shtëpi, ashtu kam shku dhe unë. Aris, sa paraj dojnë një çuni që të bëhet tani. Të bëhet njeri. Të bëhet njeri. Dhe tani ishim kështu në nxemje. Tani fillon emisioni. Me apo pa të dashurën? Tash. Pa të dashur. Ashtu nuk mbaron. Si po thoni, një çun me të dashur apo pa të dashur, Po ja apo pa të marrim dashur për të vinin. Ja trajtuar? shiko, marrim vinin. Vini është bio. Po. Nga Po vini gruaja duhet lër- të marrë dhe gruan te klinika, domethënë që të dëgjoj Marrim konsultimin. vinin njëherë, pastaj gruan e lëm njëherë. Beshek. Supozojmë që vini, supozojmë se Unë jam i vini ka- sigurt po mora gruan, s'ka për të qenë kur pacienti. Se do filloni. Vini ka njohur gruan në martenitet. Ra një zjarr në martenitet, u njohën u martuan që atëherë. Tani, supozojmë që vini është beqar, është single, supozojmë, se nuk vjen gjë nga goja, po dhe sa ashtu. Nga fizike e trajtimit, flokët tash, nuk e di, po çfarë duhet të bëj vini dhe sa para i duhen për të bërë njëri? Të lutem Mua më më bëj njeri. vjen mua më vjen shumë shpesh pyetje në inbox tek profili i klinikës që sa më kushton një trajtim. Ne funksionojmë në format të tillë. Normalisht pa një konsult nga afër nuk bëhet një Ma afër se kaq. Por Hymërën. jemi në format televiziv, nuk jemi në Ka gjë, format. hymërën njerëzit. Shiko, Klinike. do Ne ti jemi pra në një ata që po na rooftop të shohin, rrugës, ata që po nuk na e- shohin, do donin të ishin Gjithsesi, veni tim dhe ajo vinit, është të kishin patjetër. përballë për t'u bërë pyetje dhe për t'u bërë njerëz. Patjetër. Gjithsesi, në aspektin e dermatologjisë estetike nuk ka një shumë specifike si në rastin e mbjelljes flokëve që fillon aty dhe mbaron aty. Po mirë, përveç parave, çfarë duhet bëj? Çfarë duhet rregulloj për shembull, me një pshikim parë? Tani unë shoh dhe karakterin e pacientit. Kur më vjen pacienti, unë i bëj një analizë nga ana e karakterit njerëz, sepse në ratë të parë jam psikolog për atë dhe pastaj jam mjek. Dhe duke qenë se Vini është një natyrë mashkullore, që nuk dëshiron që të kryej shumë trajtime, unë tek Vini do i Një sugjeroja qetje vetë. përveç qetjes, Çfarë nuk- beberhane? përveç qetjes që mund ta sigurojmë poshtë qetjen Patjetër. tek beberania poshtë. Tek pjesa e pastrimit të lëkurës, që mendoj që është një mas të një nevojë që çdo nevojë ka, qoftë femër, qoftë mashkull. Dhe tek pjesa tjetër nuk e shoh Vini si një pacient potencial, të Se pak shef, të ë? Vini. Gjithsesi që unë ti bëj rekomandoja. me një vlerë minimale, domethënë. Po, i ekonomik te kjo pjesë. Gjergji është Po. shumë i zgjuar, sepse e drejtoj drejt neje këtë Po. pyetje që mos të nxjerrë ju sigurinë të shtrenjtë, se po ta drejtonte drejt vetes, ti Jo, do ne- thoje listën e gjërave që duhet ndryshojnë. Ati Jo, ishin- ideja Do shkon dhe Jo. fatura, do Se trëmpe me jemi njerëzit. ka marru punën. Bashkë jemi. Për termi i shtrenjtë i lirë mendoj Nuk që është ekziston, pak. nuk ekziston, patjetër. Patjetër, Në Parim nuk ekziston shpesh, e gabuar. cilësia mendoj. Bravo, se po diskutonim që parë dhe për restorantin që ka Vini poshtë, edhe Po. unë ngacmoj ndonjëherë me shakadi, them me shakaj, them që është shtrenjtë, po për mua është i lirë raport me cilësinë që ofron. Po, patjetër ashtu sikur mund kemi dhe ne në klinikat tona pacientë që na paragjykojnë që jeni shumë të shtrenjtë për shembull ose çdo gjë është te cilësia. Unë Patjetër. preferoj të përdor produkte dhe planin e punës normalisht ofroj më të mirën te pacienti im, sepse në radhë parë mbroj veten time, Pa. duke ofruar cilësinë maksimale dhe në radhë dytë se jo pacienti paguan për një shërbim i cili është një shërbim estetik, një shërbim luksi në fund të ditës, dhe pse mos marri maksimumin e saj. Dhe është ai që e paguan produktin dhe është ai që paguan eksperiencën tënde në fund të ditës dhe të marri kënaqësinë maksimale. Konkretisht ç'a duhet rregulloj unë se Vinin E lëm, e pra. morëm me një pastër. E lëm, se nuk me zgjasë 3 orë. Bashkë kemi lënë konsultën Po, private, kemi ë? lënë private, e vërtetë. Që mos ta bëjmë kaq E publike vërtetë se edhe është. personazh E publik. Dhe do ruajmë privatësinë, apo jo? Po, do ta ruajmë në të Të gjitha dimensionet e saj. A ka ndryshuar modeli i çunit më përpara ishte Klasik. ka qenë një kështu këngë. La 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 le për qerosin ti më le. Po qerosi personifikon të pasurinë. Po, Ashtu, tani si është modeli tani është ideal? ndryshe, tani do të jetë me flok. Tani nëse ke Do të pasuri qerosi ke ka dalë flok. jashtë mode tash, nuk është më qerosi i dëshiruar. Jo, ka dhe ca që. Aty ku zbohet. Po, pikërisht Ka atë modeli thash. tani, ka një model të mashkullit tani? Tani Që mishkut preferohet ose që ju vinë për shembull, ku diun, pacientë ndryshëm. e di çfarë shikoj tani, mendoj që mishkujt ndjehen mirë me veten dhe Okej. kërkojnë gjëra që
bëjnë që të jenë mirë, të duken mirë dhe të kenë një vetëbestim akoma më të fortë, siç e kam patur. Ne në klinik ofrojmë shërbime jo vetëm invazive, por jo invazive. Do thotë lazer, trajtime që thjesht prekin pjesën e lëkurës, jo ato gjilpërat të frikshme që kanë mjekët, që kanë pacientët frikë. Se pjesa më e madhe e çunave i kanë frikë gjilpërat. Dhe ne ofrojmë të pjesa e lazit që bëjnë pjesën e liftit. Që bëjnë edhe podologjin, pastrimin e thonjve, pjesën e epilimit me lazer, domethënë janë kthyer dhe është një gjë që është shumë e mirë. Kemi arritur deri në fond. Kemi arritur, po, patjetër. Thjesht pastrimi, delikatesa e thonjve është bërë në masë tani. Unë e shoh tek bëj një diskutim me Gazin, berberin që kam, që e përshëndes. Edhe Përshëndes. Në një ditë na bën flokët me Gazin. Edhe Gazi më thoshte që Gazi ka 10-15 vjet që punon lagja aty në Alidem te shkolla baletit dhe thoshte përpara 10-15 viteve thoshte koha e qëndrimit të një çuni në parukeri ishte 3 minuta, 4 minuta ju gjithë çp. Makinë 2000 lekë shko. Sot unë për shembull, unë mund të marr veçanë se shkoj në emision, bëj këto trajtimet e fytyrës e gjërat e kështu. 40-45 minuta. Më keq se femra, thoshte. Shtrohen këtu, duhan, njëri bën maska, njëri lu flokët, njëri bën fytyrën dhe i kërcasin e thash afaj Gazi çdo gjë për gjithë këmbë. A kupton? Domethënë është kthyer në një situatë inverse tash. Është për shumë mirë. Është shumë mirë gjë, ja? Patjetër. Çu i doni meshkujt ju? Është deri lart. Është kujdes ndaj vetes. Jemi jashtë moda Gjergj. Jo, është kujdes ndaj vetes. Ti rriti. Po hyte moda, muri art. Jo, ajo është për të thënë fol për vete. Bravo. Femra ndihen mirë ku ka një mashkull që është i kuruar. Brenda normave Se flasim. tash kjo gjë është për tu testuar, se ju jeni te pjesa e industrisë dhe patjetër që jeni ju doni dhe po edhe po i gjetet një mashkull pa kuruar do ta kuroni mos se do investoni në kuptimin në financiar. Edhe të hunda dhe të flokët. Bravo, e shef ja. Kështu që por shumë ferma thonë për shembull që duan të kthehen pak edhe tek e vjetra, domethënë mos ndoshta po kalojmë në post, domethënë në një epokë shumë pak më shumë se ç'duhet kurimi. Unë mendoj që nëse jemi brenda normave nuk është e gabuar. Flokët jam okay, për flokët janë gjë, e kuptoj që sido që të jetë duan, domethënë nuk ka lidhje, po për këto pjesë të trajtimet jo invazive mendoj që jemi okay. Pastaj nëse futemi pak më thellë, mendoj që do jetë diçka më e ndalikuar. Pra higjiena dhe procedura. Kemi kaluar pak në ekstremitete, mendoj, si te femrat ashtu dhe tek meshkujt. Problematika më e madhe, sipas mendimit tim, nuk është tek pjesa e ndryshëshmërisë të natyrës mashkullore që më femëror, le të themi, por është tek pjesa e masës, që unë këtë e shoh tek pacientët e mi, si te femrat ashtu dhe te meshkujt, është tek masa e përdorimit të këtyre produkteve, ose nuk e kuptojnë konceptin e rigjenerimit, ku ashtu dhe ne si klinika ime për shembull synon tek pjesa e rigjenerimit të lëkurës, ose tek efekti i rindërtimit, jo te efekti i kalimit masës apo te transformimet. Unë po shikoja disa ditë më përpara, ndoshta s'ka lidhje me futbollin, por po shikoja Zac Efron, një aktor, që në adoleshencën time mund të them që ka qenë aktori im i preferuar, Zac Efron. Okej, nuk është. Okej. Ti je Al Pacino akoma me graja. Al Pacino. Mirë, po flas për adoleshencën time. Ka qenë një nga aktorët. aktorët. Promotion tonë tek gjëja. Nuk jam dash. E vogël. E vogël as e madhe. Po shikoja disa ditë përpara një foto në Instagram dhe kishte ndryshuar totalisht. Domethënë Gjë që të pëlqeu besoj. Absolutisht jo. Imazhi. Domethënë, nëse në kokën time do ishte një imazh mashkulli tërheqës, ai padyshim që s'do ishte. Tom Cruise për shembull. Edhe Tom Cruise, mund të them që deri diku, sipas mendimit tim, kaloi në fazë rigjenerimi dhe pastaj e kaloi pak cakun, e teproi. Kjo vjen edhe për faktin që mjeku nuk di të thojë jo, sepse duke ardhur te një pacient që është i pasur, le të themi, ose wealthy, dhe duke ardhur një pacient që ka një vendosshmëri që do më bësh, se s'bën, dhe këtë kam dhe unë si klinik kam përjetuar këtë gjë nga pacientët e mi dhe kam zgjedhur të them jo, sepse në fund të ditës ai pacient është marka ime. Domethënë, joja ime për atë vlen shumë, për momentin mund të mërzitet, por në fund të ditës është në të mirën e tij. Dhe në fakt për punën e nevoja mbilljes flokëve në sport, futboll nisi si edhe nevoja e marketingut. Sportistët filluan duke u bërë gjithnjë më shumë ikona dhe imazhe të trinjve dhe të marketingut. Bën kontrata shumë para për firmat sportive, jo vetëm sportive, për pijet e për gjitha dhe
Përveç autenticitetit që ata duhet kishin, pse jo duhet kishin edhe flok më shumë, dhe këtu nisi dhe nevoja flokëve, apo dhe nevoja e kirurgjisë. Ronaldo, për shembull, është rasti tipik, domethënë se si njeri bëhet në kombim të parave. Domethënë, po ta shikoj atëherë 17 vjeç, 18 vjeç, kur vinte nga Sportingu Lisbonës te Manchesteri. Ai tani thjesht është i pasur. Ai tani thjesht është i pasur, edhe unë besoj këtë gjë. Ndërkohë që Messi, okay, është rritur, pra ka rritur dozën e tatuazheve, të mjekrës e tjerë, por nuk reflekton pasuriqët si modele. Është në fazën e rigjenerimit Messi. Nuk është se nuk kryen ndërhyrjet, paktën sipas syrit tim. Ndërhyrje kryen, por jo në ndërhyrje transformimi apo ndërhyrje që e tjetërsojnë si njeri. Të studiove për një gjë, kam dëgjuar shumë për një shërim që të dobëson. Që të dobëson në mënyrë kështu të shpejtë. Se të gjithë që i pyes për këtë gjë shohin njëri tjetrin njerë, sikur po flas për shitje kokaine. Ajo është një. Dhe këtë ma ka thënë një shoqja ime që ka pasur qenë diku në Big Brother. Olta më Gixhari, e kam mikesh edhe ishim në ndërmi një ditë par vjet panim një drek edhe unë i shnohesh në atë periudhë, shnoheshem, mos shnoheshem, Olta thoshte futu Big Brother. I shkruaj një ditë i thash do vish në emision, tha ma vetëm kur fitosh Big Brother. Insistoi shumë. Bëm një intervistë atëherë me atë Big Brother dhe më tha, po sulot kot tha më kështu, tha futi një shiring këta në këto shiringa tha. Nëse gjithmonë dhe. Tani po flasim për Ozempikun dhe për mua si mjek, ai është një medikament që ka ekzistuar, por jo specifikisht për pjesën e dobësimit. Normalisht është një medikament i përdorur për pacientët të cilët janë insulinovartës, që janë problematik me anën e tyre shëndetësore. Nga aspekti i dobësimit nuk e rekomandoj dhe çdo pacient që mund të më ketë pyetur, rekomandoj më mirë dobësimin natyral edhe më healthy. Mundohu ruaj gojën, ushqimin edhe fitness. Kjo është. Po. Edhe kanë edhe komplikacione të shumta, ashtu sikur ti jep atë pjesën e dobësimit me njëhershëm dhe komplikacione kanë. Po, patjetër. Risku është i lartë. Kur pasi bëra transplantën e parë, se të dyti nuk ka shumë mbrapa, duke qenë se zona mbrapa, zona dhuruse, po gjithë koka është shumë e ndjeshme. Herën e parë ka qenë me 9 gjilpëra të mëdha, herën e dytë ndryshon formull, bëm ja 48 vogla. Herën e parë bëm një gjilpëra universale, pra vdes. Ndërsa herën e dytë përdorëm një sistem që ti ku kishe sa të dhimbte të qetësonin, për të mos bërë ndoshta më shumë se ç'duhet, besoj anestezi. Po. Dhe kur mbarova për një 8 muaj, kisha fobi nga prekja. Vetëm mund ta prekja veten time. Ndonjëri pak po të më prekte, domethënë më aktivizoi sindroma mund të të vrisja, domethënë e ke një kështu një të brendshme. Shqiptarët e kanë për zakon, gjëja parë që duhet ta kapi nga koka. Jo më shumë kapi nga koka, pse s'ka një zakon që kur të preki, gjëja parë preki kështu si nga koka. E kam kështu si shenjë afrimiteti. Dhe nuk e ke iden çfarë kisha me njerëz, domethënë se nuk e u shpjegoja dot se çfarë ndjenje, domethënë egërsie më lindte, sepse koka është shumë delikate. Pasi rigjenerohet, s'ke më probleme. Është të kanë nxitur edhe pak instinktin më burrëror, si të bëhesh më agresiv. Dhe sido që tjetër nuk e kam nxjerr dot alidemi nga vetja kaq. Pavarësisht se kam shkuar deri në fund botës, dhe un kam një fobi personale, por kjo është shumë personale, nga varset, nga bijut, domethënë në një mashkull këto gjëra nuk më rrin fare. Po kjo është çështje shihesh, domethënë nuk përdor asor, pra nuk e kam në këtë gjë dhe po kam evoluar dhe unë, në depilim për shembull kam evoluar. Në kurimin e mjekrës kam evoluar, në lyerjen e mjekrës kam evoluar, gjëra që nuk do t'i bëja kurrë më përpara. Lyerjen e flokëve deri te topiku kam shku, për shembull, domethënë topiku është një kështu që ti ashtu. Lyra flokëve, po mund të shkoj një ditë edhe atje, po me lezet pra. Dhe ky evolim quhet në vetvete. Po të më krahasosh mendimet e mia 18 vjeç me mendimet e mia sot, a kupton ka ndryshuar 100%. Bota që ishin zhvilluar në atëherë tani janë zhvilluar edhe në dimensione të tjera. Por ka lezetin që kështu çon ato. Po flasim që je brenda normave. Brenda normave. Atëherë unë mendoj që ndërhyrjet dhe Eva me Arisin mund ma konfirmojnë të gjë, janë shumë okay të bëhen për sa kohë ti e ndjen vetë për së brendshmi domethënë që kështu. Për sa kohë ndihesh mirë me veten, çfarë duhet? Çfarë roli ke në shoqëri, çfarë roli ke në biznes dhe çfarë roli ke në jetën që ndihem mirë kështu me veten time, çfarë do lloj roli që të jem? A kam gabim të gjë? A sa ka ndryshuar? Jo, nuk ka ndryshuar. Ti je shumë mirë, por nga ana tjetër, simboli i gjithë transformimit fizik është David Beckham. Okej. Dhe David Beckham, megjithëse ka ndryshuar gjithçka në jetën e tij, është prapë klasi.
Pra, është prap David Beckham. Pra, ka një rast kur transformimet e vazhdueshme nuk prodhuan bezdi. Pra, ai ka bërë çdo gjë që mund të ekzistojë, që mund të bëhet, përveç trupit që e ka stërvitur, po dhe aty ndoshta mund të bënë ndërhyrje, ai ka bërë çdo gjë. Flokët i ka bërë disa herë. Mozart po e po. Këtë pjesën e kësaj po e po. Pyetja ime është i ka bërë se a ka kërkuar imazhi. Është imazhi. kontrata, ti nuk mund të jesh për sa kohë e bën vetë. Mirë, se ka dhe raste që është nevoja, ka dhe raste që është pra dhe duat të ndaju nevoja. nevojën nga dëshirën e brendshme. Nevojë sipas anës time profesionale ose të paktën çfarë në klinik ofroj është tek aspekti kurimi, domethënë kurimi i akneve ose i shenjave të akneve, që kjo për mua dhe më përpara. Mua si ignorant ose quaj ndërhyrje estetike dhe quaj nevojë. Jo, po tek ndërhyrjet është invazive është, kështu që pavarësisht se nuk ka të bëjë me ato fryrje, ngrirje etj, prap është një ndërhyrje. Dhe risia për shembull më e re që unë kam sjell pikërisht për këto nevoja është pjesa e lazerit erbium, që unë e shikoja si një nevojë shumë të madhe, që kisha shumë pacientë të cilët kishin probleme me shenjat e akneve apo me poret e zmadhuara dhe nuk e kishin atë kohën apo atë dëshirën që të vinin të bënin dermapen 4 me seanca që ato duhet të ishin të ripërsëritura për të arritur një rezultat të kënaqshëm. Tani me pjesën e erbiumit, me një seancë, 2 seanca, e cila është një lazer 12 mujor, mund ta bëj kur ti doje bardha zemër si kokra e shefit, hym tek zgjidhja e nevojës. Domethënë, për mua më shumë ka rëndësi pjesa e zgjidhjes nevojës. Pastaj tek pjesa e dëshirës është diçka që ndoshta është edhe i detyruar nga rrethi shoqëror që person i ri apo sa është personazh publik, edhe kjo është një arsye pse e nxit veten për të bërë këto. Dhe duke parë edhe këto figurat e ekranit, që të paktën në Shqipëri për mendimin tim janë pak të egzageruar, si femrat, si meshkujt, i kanë çuar që të jenë në të njëjtën linjë. Po meshkujt janë çik më ndryshe. Pak më ndryshe, po prap. Unë shoh për shembull sport, ne që jemi Manushi për shembull, është okay. Albani, Gjani, që kam shoh mund ta. Mirë, po flasim që shikoj se futbolli është. Është bërë Manushi? Ka bërë sport. Flokët. Gjani po, madje Gjani kujton se s'ka pas ka qenë gjithmonë me flok. Fevziu është bërë Fevziu? Ja, Fevziu. Nuk i bën. Ka krijuar atë imazhin se duket e siç është arbi për shembull. Atë ndjet mirë me veten Fevziu. Jo se ndjeri mirë me veten, shiko, Fevziu, vetë gjithë njerëzit janë në qoftë se do t'u ofrojnë që në ndryshim të diçkaje, do kesh një sukses trefish, janë të gatshëm ta bëjnë një gjë. Fevziu ka bërë studimin e vet, dhe studimet i kanë thënë që ke krijuar këtë profilin e Qerosit. Dhe tani është nuk do kesh rënje po mos i bësh, se flokët nuk i bëjnë ata që s'kan fare. Flokët i bëjnë ata që kanë gjysma, ata që do t'i bëjnë. Se që s'ka fare, i qithet që i vogël edhe e krijon atë imazhin pa flok. Nuk visi që kemi në shok për shembull. Imagjino me flok visin? Jo. Tani, problemi është që në sport Manushi ka bërë flokët, bën stërvitje, bën bash stërvitje. Albani është shumë paranoiak, Gjihani, për shembull, që është gazetar sportiv dhe futbolli është sport mashkullor, domethënë do isha pak e surprizuar nëse do kisha të bëja me transformime. Albani para 2 ditësh unë në verën e shkuar ne ishim në Dortmund. Dhe rastisi që gjatë kohës që hanim i darkë në Dortmund për neshje në Shqipëri-Itali, memory Instagrami më nxori një foto që unë kisha bërë me Alban, Gjihani, në qershor të 2021-shit, kur Albani ishte nga Supersporti. Kishim bërë një foto që ky po ikën lam të mirë atje dhe ishim të dy pa flok. Ai sa kishim mos. Edhe foto dhe bëm një foto vjet që kishim bërë transplantet dhe vëm kështu të dyja fotot pra. No flok, no party. Edhe rinxori memory prap. Rinxori memory dije. Dhe ja bëra ripostet. Albani hoqi pjesën ku s'kishim pas flok dhe vuri vetëm pjesën me flok. Nuk do më ta pranoj kohën kur ka qenë pa flok. Nuk do as ta shofi, nuk do as ta jetoj. Se nuk shpjegohet ndryshe. Ndihet mirë pa flok, tani ndihet shumë mirë. Ndërkohë e përqafoj unë këtë qasë. Ndërkohë që për hir të së vërtetës, Alban Gjihani për shembull, po dhe unë kam qenë on top për punë media. Si me flok, si pa flok. Kishim unë pa flok kam lutur gol pas golit në emisionin më të rëndësishëm, më kërkuan herë se tjetër. Pra, nuk ka se këto ndërhyrjet të japin kaq shumë avantazhe të mëdha. Më shumë kënaqjen ego, marrëdhënie të vogla, imazhe apo jo, nuk besoj që është kaq atë mendoj. Çështja të ndjerit pra. Si ndihesh mirë. Nëse ti nuk je okay me veten, normalisht nuk transmeton dot. David Beckham, Victoria Beckham, është modeli i imazhit që duke u kuruar me estetik mund të sjellë sukses?
Ata të dy si çift personalisht mua pëlqejnë, po jo vetëm si çift, po dhe si imazh. Personalisht mua më pëlqejnë shumë të dy. Do të thënë, pavarësisht edhe David Beckham si imazh mashkullin është i rigjeneruar në një mënyrë shumë kurative, prap mendoj që është i rigjeneruar bukur. I përshtatet, mendoj. Po, i përshtatet. Për mua është një po. Kur do vi dita që të kemi dhe ne këto çiftet tona të celebrities që ti komentojmë shumë. Pse kemi pas çifte. Do bëjmë një tash atë? Kemi një tash atë? Kemi tash atë për të bërë. Hajde, jemi në epokën e meshkujt që si te berberi jot. Po na thoni temën pra, për këtë doni dini. Jo, tash e themi është Lorik çfarë do Cana, na thuash ti. kemi një gjë çatë? Lorik Cana, po kam një thashë them, do ta nxjerr tani për se mbaj dot për Lorik Cana. Në 2009-ën, u kam dhe një foto me Lorikun, kemi qenë ndërmi. Loriku vinte i bënte gjithmonë pushimet në ndërmi. Dhe nga 2005-a deri tani vonë, dhe i bënte te pjesa e rezidencës qeveritare. Ka qenë ato vilat e rezidencës qeveritare atëherë? Po. Ndërmi s'ka pas hotelet që ka sot, ë. Domethënë, edhe rinte te kjo pjesa këtej dhe është Luciano këtu në mes, është ai këndi që është aty dhe aty ka pas një si kështu të ngretur. Dhe në 2009 unë shkoj në ndërmi me Lorikun bashkë dhe rria atje 3 ditë për të bërë një speciale për gazetën, me fotografë me vetes kishte atë, celulare, gjëra. Lorikun bante 4 kështu jet ski, kishte shumë qef jet ski, bante 4 jet ski dhe me Lorikun ishte një gocë algjeriane që kishte emrin Suhela, algjeriane franceze. Edhe bëm një pakt me Lorikun që tha unë do të jap intervistën, ta bëjmë specialen. Kush është Lorik Cana që nuk njihni etj, bëjmë foto sa dush e gjithë ata, por Suhela tha nuk duhet ta publikosh në media. Kupton dhe Ka një fata, 5 vite. Ka një fata, e parashkruar. Edhe po s'kam as foto. Edhe kur nisem, diskutojmë ata dhe taksistët, që po shkruaj gjëra atje, Suhela është atje, fotos i bëjmë të Suhelës, se një foto e Suhelës faqet parë do ishte shumë okay. Ke parasysh edhe nuk arrita, nuk e nxora atë. Përpara im normal, kisha edhe mik Lorikun nuk e nxora. Edhe ajo vinte gjithmonë aty vërdallshëm me jet ski, vogël, do ishte 19 vjeç atëherë. Loriku 24, 25, ishim vegël. Vinte me jet ski dhe i thash, le ta tret me Lorikun, Loriki thash, domethënë nuk rezistoi dot tundimit, i thash. Unë do ta shkruaj, i thash që ke qenë me njërin, jo më tha mos e prish punë, tha atje kështu anë. Po foto nuk e nxjerr, për shembull ka pas Loriku është martuar me italiane. Ka njoftë në Rom. Dhe kjo bisedë ti sapo bëre ka ndodhur në vitin 1985, se nuk i Ja, më së gjë Loriku është martuar me italiane. Se s'është e vërtetë ti zgjen gjë nga tash atë. Loriku e ka njohur gruan në restorant në Rom, lunte me Romën atëherë, dhe kanë qenë tu pak shumë nga larg, domethënë në restorant, dhe Loriku i ka dhënë kamaririt numrin e vet, dhe i ka thënë që thuaj që të më shkruaj. Domethënë edhe kanë dalë 3 muaj pastaj janë martuar, jetojnë në Tiranë tani. Loriku. Tjetër kë do? Tamam, njohje burrash. Tjetër më thuaj ti? Po varet për këtë do dish. Kjo nuk ishte bërje tash e themi. Kjo ishte tregim historie. Mirë, okay, mirë. Kaq Nuk është se na intrigove shumë. Tash themet janë shumë Kaq mund të shkojmë ne. Vinte Loriku, vinte shpesh në Tiranë dhe merrte avionin, vinte te urgjenca. Më men urgjencën Po, patjetër. Vinte tek urgjenca. Do bëhet pallat. Do bëhet pallat urgjenca, po mirë, do bëhet shesim në gjë. Kur pak harruam që merrni edhe me real estate. Gjithë ata lekë që ka harxuar. Pak të marrësh ndonjë gjë nga i vet. Po, jo vetëm aty te Çekus po bëhet. Kemi lokale, checkpoint, është kemi blok. Po ta shohësh nga lart, është vetëm Çeku. Pra gjithë ajo që ka qenë Dada, pallat. Aty mbrapa pallat. Tribeka, pallat. Vetëm Çeku edhe vetëm Çeku është aty në mes. Edhe po i thoya çunave që kur checkpointi të bëhet pallat, se do bëhet edhe Çeku pallat. Patjetër. Do të jem pronar toke, mos të përfshin dje. Po paktën ato 4 metrat e mia që kanë këtu. Po sa është, 3 kilometra takon. E ke në ajër, domethënë te pjesa sipër apo poshtë ato 4 metra? Poshtë. 4 metra kur qeni pirse. Të nesër as 50 cm takon. Okej, tash ti. Pyetjet për vajzat. Mashkulli ideal sportist gjithmonë për sportin, si modeli juaj. Cristiano mendoj. Cristiano. I përshtatet Lavenderit. Lorik Cana, me qenë se e përmendëm, e përshëndeti. Shumë i mirë është Loriku. Po ferma jote. Ti e kas. Okej, tani ne do ta mbyllim, unë do ju ftoj gjithëve që nëse do keni, vini po e po, se vini e kam klient. Po dhe Arisin, po dhe juve ju kam. Unë dhe Lej do merremi me real estate. S'ka problem, mund zgjidhni njëri nga ne të dy, nuk është problem, nëse do keni probleme me
Jo probleme, po qef, blini, shisni pronat, merrni prona me qira, etj. Vini për shkakun që është tjetër shumë i kënaq. Edhe kam bërë një E video. konfirmoj. Vini ka një ambient mbrapa zyrës sime te rruga Kavajës. Edhe ishte një ambient dykaç, sa ka qenë edhe ata çunat që e morën me qira, në fakt e kthyen në hoteleri. E bën shumë mirë, me thënë drejtën, investon. Edhe di ishin ja 30 japoneze, kam dhe video, Roma tani se doja me të shko ku shkon investimi. 30 japonezë futeshin aty mrena te hoteli. Kështu që kur të doni, mund të keni konsulta. Konsulta është falas, pastaj duhet paguani me të përshtypje. Ndërsa te klinika ime konsultën e ke falas gjithmonë. Se je Edhe vetë ne sigurisht. Sa kam dhe mbjelljen falas, që janë pa parë. po e nisi me konsultën. E nisi me konsultën. Pastaj teknologjia e lazerave dhe këto patjetër që je falas. Duke qenë se unë nuk ka gjasa që të vi, atë që do më takonte mua falas, se po e një partnerës Gjergjit, lutem. Unë mendova se partnerës, po prisja partnerës time. Kam mbaru punë me grunë, faleminderit ju pafshim. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit ju për ftesën.